E para njërë ka një problem që ka ndodhur pas zgjedhjeve të 11 majit në Partinë Demokratike. Dhe 11 maj, Sali Berisha ishte autoritet i pa diskutueshëm. Pra, edhe në qoftë se ishte Basha kryetar, edhe në qoftë se ishte dikush tjetër në detyrë, autoriteti i Sali Berishës ishte i pa diskutueshëm, nuk vije në diskutim. Me ata autoritet, ai bëri dhe fërtorën e parë, mori dhe partinë, bëri edhe revolucionin që themi demokratik për të rrezuar Bashën. Pas zgjedhjeve të 11 majit, kur pa që Berisha mori rezultat të keq, më të keq se Basha madje, autoriteti i tij u vënë në diskutim. Ne shikojmë sot në Partinë Demokratike, ajo që ne e shohim si organizim, si rëmuj, si përplasje mes njerëzve, mes rrymave dhe mes aktorëve, në fakt është në vendin e diskutimit me autoritetin të Berishës. Pra, diskutimi mbi pasardhësin ka filluar të bëhet aq hapur në Partinë Demokratike, sa duket qartë që autoriteti i Berishës është i pamjaftueshëm. Dhe kjo është arsyeja që ajo kafja që u pi aty në mes këtyre njerëzve më të votuar të papërfshirë në strukturat drejtuese të PD-s, edhe ngjalli frikë. Sepse në një krah kemi tani disa njerëz të votuar, disa njerëz që janë ndërtuar vetë, kanë votat e veta në Partinë Demokratike, pavarësisht mbështetjes ose jo të strukturave drejtuese, dhe kemi një strukturë drejtuese e cila është e pavotuar. Që u fut në zgjedhjet e 11 majit në listë mbyllur, që nuk doren as fushat për të mbështetur dikë, dhe i vetmi njeri që i mban ata të gjithë aty është Sali Berisha me një autoritet të lëkundur shumë pas zgjedhjeve të 11 majit. Ne kemi parë në kryetari Freshit, që ishte edhe në listë mbyllur, që thotë që nëse Berisha për një vit s'na sjell zgjedhjet e parakoshme si shpremtoi, do të largohet. I FRBD-s. I forumit rinosh. Mos keq kuptohesh. Po, këtë. Kryetari i FRBD-s që është, pra, të tjerë, Saljani ishte këtu, të ende një shkoj dhe foli për Berishë. Ali Mehmeti sigurisht ka është skeptik në mënyrës drejtimit të Partisë Demokratike. Aulon Kalaja nuk zëtohet. Të kritikët e tjerë mos i marrim me radhë. Pra, kemi të bëjmë me një rënje të autoritetit Berishës, me një bjerje të votueshmërisë, se për shkak të atyre që janë që ai mbështet, që ai mban kryesi të pavotuar, që i ka futur në ombrellën e vet, dhe pamë se si në Kamës për shembull, ai incidenti me Albana Voksin dhe me Flamur Nokën, u prap mori dhën, ai u përjashtua zonja, ishte demokratë. E pamë që ata nuk e kanë mbështetjen, por ata mundohen që duke pasur pushtetin brenda partisë, ta ushtrojnë atë në mënyrën më të keqe. Përjashtojnë njerëzit ndërkohë që s'kanë njerëz. Ndërkohë që PD-ja sot kanë nevojë më shumë për sekur për njerëz. Dhe jo për shfaqje të tilla. Efekti, sigurisht, jo për shfaqje të tilla. Por shfaqje të tilla duhet të jenë demonstrime demokratike, jo demonstrime force, arrogancë. Të përjashtohen gjithë dil jashtë, të përjashtohen nga grupi atë WhatsApp-it. Po Berisha se bën Flamuri, se Flamuri ka Flamuri, ato i bën ata që janë më të rrezikuarit. Po e bëri Flamuri doktori ka thënë tani. Pra, kafja sot. Tha mua që kemi qenë aty. Doktori s'del kur. Doktori po e mori vesh se qorton dhe Flamuri. Publikisht mund ta qortojmë. Po publikisht duhet. S'ka të bënte kjo kafja që u bë lajm gjithandej dhe me atë ka 4-5 ditë që merret media, vjen mbas 2 foltoreve, 2 të hënave, ku u pa realisht se sa njerëz dolën para kryeministrisë. Kështu që ujërat brenda PSD-s që kanë qenë të qeta që nga momenti që doktori rimori kryesinë e partisë, e deri më sot kanë filluar të lëvizin. Problemi është që sa fuqi kanë këta njerëz për të ngrumbulluar të tjerë dhe për t'ju kundërvënë doktorit. Doktori është i plot fuqishëm ende në parti. Dakor? Kështu që ky është problemi. Sa këta do kenë fuqinë të trazojnë ujërat në PD dhe të marrin mbështetës të tjerë. Sepse këta të gjithë i kanë marrë votat dhe luajnë me pushtetin që kanë votat e popullit. Por janë vota prapë të PD-s. Këta nuk kanë hyrë në garë me doktorin apo me njerëzit e listës mbyllur për të parë se sa do ta kishin mbështetjen reale raport me ta. Por me vete kanë një numër votash dhe kanë të drejtën e tyre që të kërkojnë ndryshim, më shumë se çdo kusht tjetër ndryshime në PD-s. Problemi është se sa do i qëndrojnë afër njëri tjetrit, sepse doktori pastaj është mjeshtër edhe për t'i përçarë. Andri, falë që po të kundërshtoj, nuk ka asnjë lloj shprese pavarësisht lëvizja Saljanit dhe Ilir Ali Mehmetit, që janë figura emblematike për momentin. Doktori ka për t'i shkrirë të gjithë, doktori e merr 2026-ën, e merr 2030-ën, 2035-ën,
edhe ajo si rracë që vdes vonë, 105 vjeç, do ta marri PD me vete. PD-ja nuk thua? Absolutisht. Që qytetëroj tani, nuk mund të Mbaje mend Thudeli. Unë mendoj që arsyeja pse Berisha ka fituar gjithmonë zgjedhjet brenda partisë është se është partia e Berishës. Partia Demokratike filloi në pikërisht për një javë bën 30 vjet, lëvizja studentore dhe pastaj Partia Demokratike 35 vjet, sa i bie 35 vjet. Si një parti që kishte rryma dhe të majta dhe të djatha që i bashkonte të gjithë njerëzit kundërshtia ndaj sistemit, nuk i bashkonin ideologjit, nuk ishte bashkim ideologjik ai që ndodhi pas 8 dhjetorit. Pra çdo njeri që ishte kundër sistemit komunist, që ishte pro-demokracisë, pro-zgjedhje të lira, për pluralizëm politik etj. Që i bashkonin këto vlera, jo ideologjia, u bashkuan në ombrellën e asaj që quhet pasaj Partia Demokratike. Dhe gjithë shizmat që dorën nga Partia Demokratike që nga ajo kohë, pjesërisht kanë qenë justifikuara për shkak të ideologjisë, pjesërisht kanë qenë përjashtime që i bëri Berisha për të marrë në kontroll të plot partinë. Ama ajo që është e sigurt sot është që Berisha e shndroi atë nga një parti, nga një bashkim të madh intelektual dhe popullor, se aty kishte edhe njerëz që nuk ishin intelektual, kishte sindikata, kishte njerëz shumë punëtor, e shndroi atë në një parti berishiste të vogël. Partia Demokratike nuk përfaqësonte më shumë se 40 deri në 42% popullsisë së Shqipërisë, ndërkohë që erdhi me 60% të votave në pushtet. Si e them, ajo është partia e Berishës, mbeti partia e Berishës dhe në atë parti votoi çfarë donte Berisha, votoi Berisha. Dhe sot po të bëhen zgjedhje përsëri fiton Berisha. Nuk mund të mundet Berisha me vot dhe në logjik edhe një parti demokratike, lider historik nuk mundet me vot. Fatos Nano nuk mund të mundej me vot në 2005, nëse do të rikandidon në tetor, pasi ta dorëqen. Sepse një natë më parë ne e pam që pa qenë fare aty, hodhi poshtë një projekt statut të Gramoz Ruçit dhe Edi Ramës. Fatos Nano dha dorëqen, nuk kandidoi, nuk nxori kandidat që u mund. Pavarësisht se të dy kandidatët që dorën ishin kandidat kundër Nanos, anti-Nano, të ekspozuar anti-Nano, jo të përkthyer dhe Nanos. Dhe kjo e çoi përpara Partisë Socialiste. Berisha bëri një gabim në 2013. Vërtet bëri sikur nuk u përfshi, po në fakt u përfshi dhe zgjodhi një kandidat që ishte pro-berishist. Zgjodhi një kandidat që tha do vazhdoj rrugën e Berishës, por rruga e Berishës u mbyll në 2013. 2013 nuk ishte vot kundër Berishës si person. Ishte vot kundër rrugës së Berishës, kundër mënyrës se si që udhëheq Berisha. Pra, mbajtja e berishizmit brenda PD-s, mbajtja në pushtet e berishizmit, udhëheqja nga berishizmi, e çoi PD-n pastaj në opozitë përjetshme. Anton, ti po vjen te atë që thash unë. Doktorin 2026, doktorin 2030. Nëse doktori nuk largohet vet pra, dhe nuk bëhet garant për një garë pa ndikim, ku të futen edhe Saljani është komisari i Berishës, pse mos futet në garë. Po mos futet doktori. Edhe Bardhi, nëse është ose jo po hyri doktorit i. Pa hyrë doktori, kupton. Po pa hyrë doktorit. Kjo ka kuptim. Gargu do të hyjë kundërshtar. Po hyri doktori para aty s'ka proces. Po shkon, nuk shkon, ju po thoni. Ai tha Andi, po s'ka shanse të panon Andi. Ylli. Ai tha do kandidoj në 2026 dhe gara është e hapur. Kush të dojë të kandidoj? Po ku janë ban aty? Aty i shkrinë i fare. Po nëse ikën doktori, që ikën po ikën doktori, atëherë është garë. Ikën vetëm doktori pra, se do ikë doktori me gjithë shpurën e vet. Do ikë Edi Paloka, Albana Vokshi, Flamur Noka, Jo, ata s'kam se ikën, pse duhet ikin ata? Po këta janë njerëzit e doktorit olla, këta janë pa votuar. Ata nuk janë grup armiqtor. Këta votojnë. Po ata janë grup armiqtor që janë doktorin sot. Ore këta votojnë me urdhër doktorit se këta s'kan as i vot vet. E kupton? Pra këta janë direkt automatikisht jashtë kangjëllave nëse ikë doktori. Po jashtë kangjëllave ata janë pa votuar. Jo. Rreziku është ky, që ikë Berishës sot në këtë gjendje që është Partia Demokratike dhe që ka shumë fraksione, mund të shkaktojë përçarjen e partisë. Për shembull, grupi i Saljanit, grupi i Gazbardit, i Flamur Nokës, grup që janë grupime, Shiko, por sepse për shkak se këta nuk bashkëpunojnë me një tjetrin, nuk shkojnë. Festival Rogu. Përfaqësojnë gjëra. Marrin nga gitarë dhe çu është çdo parti, siç është PS. Sa Nikola në fillim, po aty ka grupin e Ballukut, grupin e Speroparit. Shiko, po ti pyesësh të gjithë këta, thon kshu nuk shtyhet.
Po ti kërkosh cila është zgjidhja? Nuk e din. Shiko, se themi një gjë, ta thjeshtojmë pak. Doktore, Shiko si duhet të thjeshtuar, them unë, ë? Nga që unë i njoh shumë nga brenda këta. Aty me thënë drejtën po iku doktori mbaron gjithçka. Unë po them të mos ik doktori. Po mbaron sepse aty ka mbetur vetëm doktori. Sepse për 30 e ca vjet aty Niko kanë ardhur grupe armiqësore të pafundme. Vetëm ne nuk i mbajmë mend si numër, se nuk janë pushkatuar. Si në kohën e Shokut të Enver. Jo pushkatim kanë patat apo pushkatim politik? Pushkatim politik, nuk vriteshin si Beqi Balluku, si ikse, për shembull, Gramos Pashko e shkretet e Shkonës, se ikte me helikopter dhe binte pastaj dhe aty. Po grupet armiqësore kanë qenë aq shumë, Niko, sa kanë qenë për shembull një 100 grupe më shumë se Shoku Enver. Por gjysma PD-s ka dalë grupe armiqësore Grupe armiqësore. Dhe tani 20% e PD-s do të grupe armiqësore. Aty kanë mbetur pastaj ata. Berishisë. Në personalizoj partinë, e bëjmë partinë personalizoj, e ka si kompani mo, gjithë. Dhe tani, aty, nuk ka që ndodhë, se që procesi do lindet? Sa do të personalizoj partinë, duke qenë partije madhe, interesat aty afrohen gjithmonë. Tendenca që interesat anti-Rama, ata që kanë interesat kundër Ramës, e gjenë vetë gjithmonë të Partia Demokratike. Ajo është partia më e madhe e opozitës. Pra mundësit duke qenë partia madhe, që ajo të rigenerohet, të rithemelohet, janë. Sepse interesat përplasen aty. Grupet e interesit politike, ekonomike, të gjitha llojeve, edhe sociale. Pak sepse kalojmë te pika e fundit. Edhe një grup naftëtarësh, ose bujqish, ose ku diun, një banor fshatra që duan një rrugë, kur duan denoncojnë, në qoftë se gjejnë hapësirën në Azikundi, shkojnë tek opozita, tek PD-ja, nuk shkojnë te një parti tjetër e vogël.